Hetimi që ju citoni është një nga rastet më interesante që tregon se tashmë këto forma të reja të rekrutimit të krimit organizuar, që përdor krimin organizuar në botë, tashmë kanë filluar si thua të pasqyrohen edhe në ato fenomene të krimit të organizuar apo në ato grupe të krimit të organizuar të cilat ne i kemi njohur në Shqipëri apo i kemi parë më parë, por i kemi parë në forma nëse mund të them më klasike nga përgjithsisht mendohet se familjet e varfra mund bien më lehtë në drejtim të elementeve të krimit të organizuar, por në këtë rast, siç edhe citoni ju hetimin e mësipërm, ka një konkluzion që element nga niveli i mesëm i shoqërisë apo nivelet jo nivelet bazë apo jo tërësisht vulnerabël janë vënë në objektiv të krimit të organizuar për tu rekrutuar dhe për tu përfshirë në aktivitetet të cilat këto struktura kryen gjatë si thua ndërlidhjes apo gjatë shitjes apo gjatë proceseve të ndryshme që krimi organizuar realizon.